Jemi në stadiumin Fadil Vukri, aty ku kombëtarja e Kosovës është rikthyer për ta zhvilluar stërvitjen e parë në prag të finales së madhe të play-offit ndaj kombëtarës së Turqisë. Kjo stërvitje vjen pas fiturës mbretëslës se para disa ditësh në udhëtim te Sllovakia, ku djelmoshat e Frankofutës fituan me rezultat 4-3. Dita e sotme në Prishtinë është me shi dhe shpresojmë që le të jetë bereqet sikurse në Bratislav para disa ditësh. Imperativi vetëm i Dardanëve është fitoria e radhës dhe kualifikimi i madh në Kupën e Botës 2026 që zhvillohet në SBA, Meksik dhe Kanada. Në stërvitjen e parë në Fadil Vukri janë të gjithë 25 lojtarë, ndërsa po vret një atmosferë pozitive pas fitores së madhe në Sllovaki. Po da mendimësit e tij tashmë kanë në instruksionet e para për stërvitjen e sotme, ndërsa synimi vetëm mbetet fitoria e madhe dhe kualifikimi në Kupën e Botës 2026. Forca Dardanët!